ky është një biznes i vogël, i cili e ka fituar vendin e punës me djersën e tij. Dhe është i lavdëruar dhe i mirëpritur në komunitetet e gjitha qyteteve dhe rretheve për atë shërbim që ka ofruar ndër vite. Ndërkohë, kanë dy drejta, që unë i kam thënë, kanë drejtën ligjore sepse udhëzimi 2008-s në pikën 11A e përcakton qartë që furgonat mund të marrin pasagjerë në kthim. Le dalin përfaqësuesit e qeverisë, le ta lexojnë dhe ta komentojnë pikën 11A dhe mos i referohen vetëm ligjit të 98-s, ndërkohë që kanë të drejtën e Zotit për të ushqyer familjet e tyre, veten e tyre. Protesta sot është në javën e 4 që vazhdon. Kjo protestë do të vazhdojë derisa të marrim një përgjigje pozitive në Ministria e Transporteve. Nuk do ketë ndalim proteste. Kjo është protesta paralajmëruese për qeverinë. Protesta do të vazhdojë në Tiranë, do të vazhdojë pa ndërprerje derisa të marrim një përgjigje pozitive dhe në Grevorie.